Sot do të shikojmë dhe do të analizojmë pak datën 11 maj të 2025-ës, ose ndryshe ditën e zgjedhjeve në Shqipëri, nga ana astrologjike. Duhet të them dhe duhet ta bëj të qartë që kjo video nuk do përmbaj asnjë lloj opinioni personal, pra completely unbiased, nuk mbaj krahun e askujt dhe asgjëje. I'm a free bird, let me say it like that. Dhe nëse opinioni im astrologjik të ofendon në një mënyrë të caktuar ose jo, është shumë e thjesht mos e dëgjo. Just don't listen to it. It's very simple. Pa unë përkohë të futemi pak të harta e ditës dhe do t'jap një shpjegim të vendosjeve të asaj date, do t'jap një shpjegim të aspekteve që krijojnë planetet në atë datë dhe çfarë të presim fiks për datën dhe çfarë të presim, le të themi, nga ana e rezultateve. Data 11 maj fillon me diellin në shenjën e Demit në 20 gradë, me Hënën në shenjën e Akrepit në 6 gradë, me Mërkurin në 1 gradë Dem, me Venusin 7 gradë Tash, me Marsin 10 gradë Luan, me Jupiterin 23 gradë Binjak, me Saturnin 28 gradë në Pesh, Uranin 26 gradë Dem, Neptunin 1 gradë Tash, Plutonin 3 gradë Ujor, retrograd, dhe me Kironin 24 gradë Tash. Të thonë ju pse ne i the gjitha këto sepse ne nuk kuptojmë asgjë. It's okay, i kuptoj unë. Do të shpjegoj të gjitha një pas një. Duhet të them para se të filloj që çdo gjë që do thuhet në këtë video është për arsye argëtuese. Everything is for entertainment purposes. Kështu që asgjë nuk duhet merret si fakt ose si gjë e shkruar në gur. This is just for fun and it's all legit. Data 11 maj fillon me një kundërshtim të Hënës me Mërkurin. Mos harrojmë, Hënën e kemi në Akrep, ndërsa Mërkurin e kemi në Dem. Hëna në Akrep është disi e fshehur, nuk quhet një hënë shumë e fortë, dhe Mërkuri në Dem është një Mërkur i ngadalt. Është një Mërkur pragmatik, le të themi. Mirë, po ky kundërshtim nuk është i pastër 100%, duke qenë se ka një diferencë 5 gradësh në mes, nuk quhet një kundërshtim prerës ose një kundërshtim që bëhet katalizatori diçkaje më të madhe, por influenca është akoma aktive. Ky aspekt sinjalizon një lloj konflikti midis ndjesisë popullore dhe logjikës, por jo një all-out war, jo një fush betejë të aktivizuar. Votuesit janë të karikuar nga ana emocionale, por janë duke u munduar të racionalizojnë këtë gjë. Mërkuri në Dem është i ngadalt, është kokfort, është pragmatik, ndërsa Hëna në Akrep është instiktive, është komplekse nga ana emocionale dhe nuk është se zëbes lehtësisht, është shumë skeptike. Kjo sugjeron që votuesit kanë një mosbezim të frikshëm në media ose edhe në mënyrën se si flasin ose komunikojnë me njëri tjetrin. Informacioni është duke u filtruar nga emocioni, kështu që prit që publiku të përjetoj populli, të përjetoj kish kuptime, misinformime, kish komunikime, por edhe shtypje të informacionit. Këtu misinformacioni ose dezinformimi nuk është thjesht duke qarkulluar, është duke u interpretuar në mënyrë emocionale. Njerëzit, të them të drejtën, mund të jenë duke votuar se si ndihen ata me të vërtetë, për të vërtetën, por jo se si është e vërteta aktuale. Më pas kemi Hënën që krijon një katror pak më të afërt me Marsin, sepse ndryshimi është vetëm 3 gradë, dhe kjo është e fortë, është tension aktiv, është volatile. Marsi në Luan vepron për vëmendje, është performues, është pasionant, është kokfort, por nga ana tjetër Hëna në Akrep nuk fal, as nuk harron. Kështu që ky aspekt është një flashpoint për agresion. Këtu mund të kemi një lloj përgjigje policore, sepse për mendimin tim ka protestues, nuk po flas për protesta të mëdha, të thuash ti do zjen rrugët,
por flas më shumë për protesta individuale, gati si një lloj, si pasojë një lloj intimidimi. Këtu kemi intimidim dhe një lloj dhune mendore, e cila shkarkon në dhunë fizike tek individët, tek njerëzit. Njerëzit janë në presion. Kështu që kujdes tek qendrat e votimit, sepse yeah, I think you can imagine. Do jeni në presion. Ti të them këtë. Shpagaj presioni për kë votove, pse s'voton për këtë, pse s'voton për atë, është shpërgati, kanë kohë që aktivizohen. Nuk është një lloj diskursi civil, është fight or flight territory. Publiku është i acaruar, është i agravuar, por edhe ata që nuk e tregojnë agravimin dhe acarimin e tyre, do ta shkarkojnë tek vota. Kështu që protestat, tubimet, acarimet ose shpërthimet emocionale masive janë diçka që do jenë prezente, por jo gjatë votimeve. Këtu jemi pas votimeve, after elections. Në të njëjtën kohë, ky hona është duke kundërshtuar një ngatror Plutonin dhe ky fundit është retrograd. Kjo është e rëndë, është e thellë, kjo është collective trauma being triggered, pra trauma kolektive që agravohet, që acarohet, që rizgjohet. Në një mënyrë është shpirti i njerëzve kundra asaj dorës së rëndë dhe të hekurt që duket si e padukshme, por shumë e dukshme. Ky është momenti që sekretet për sistemin fillojnë dalin një pas një. Pjesa e informatave të cilët publiku as nuk e di ose nuk e ka iden për investigime që janë duke ndodhur, fillojnë të dalin avash avash. Ky lloj aspekti të bën të mendosh për një mass disillusionment, për një lloj qartësie masive me, në thonjza, demokracinë e momentit ose me leadershipin e momentit. Fillojnë thyhen pak ato, le të themi, kanalet e informacionit ose ato besimet personale që njerëzit mund të kenë mbajtur deri tani. Me këtë lloj aspekti, manipulimi emocional kthehet në skandal. Ka shumë votues që do ndihen të gënjur, do ndihen të përdorur, dhe kjo do jetë pjesa që do fillojnë lëvizjet pas zgjedhjeve, jo gjatë zgjedhjeve ose para zgjedhjeve. Mund të kërkojnë audite, mund të kërkojnë rinumërime, mund të kërkojnë ndryshime kompleta institucionale. Megjithatë, 11 maj përgatit për atë çfarë do vi gjatë periudhës së majit dhe gushtit të 2025 është më shumë se sa çfarë na përgatit për përgjendjen, le të themi, qeveritare. Më pas kalojmë tek dielli, i cili është në Dem dhe i është i lidhur me këtë Uranin në Dem. Mirë, po kjo lidhje që këta dy planete kanë bashk nuk është shumë e afërt. Është orb of influence është vetëm 6 gradë. Dhe kjo është lidhje e largët, nuk është shumë e afërt. Është e zgjeruar, por është prezente. Dhe në një lloj mënyre është, le të themi, zemra e kësaj harte. Dielli, që është leadershipi, që janë qeveria në krye tani, është autoriteti, është identiteti, është duke qëndruar shumë afër me Uranin, i cili është disruption, pra janë këto tërmetet, janë këto revolucionet, janë the wild card që i quajmë ne, gjërat që vinë në mënyrë të pashpjegueshme ose në mënyrë të pa precedente, janë të paparashikueshme. Të dyja këto të qëndruara në shenjën e Demit janë pak agravuese për qeverinë aktuale, sepse Demi kërkon stabilitet. And e thënë në gjuhën popullore amerikane, Uranus couldn't give a fuck about that stability. Kështu që dielli në Dem kërkon është ngadalt, kërkon stabilizim, kërkon fuqi tradicionale. Ndërkohë Urani në Dem do ndryshime radikale në sistem të bëra në mënyrë materiale, në mënyra të prekshme. Kërkon të drejta të tokës, kërkon të drejta të pronës, kërkon para, kërkon norma politike. Për mendimin tim, do jetë një rezultat i papritur që vjen si pasojë e këtyre zgjedhjeve. Lëvënd për a shocking outcome. Por, jo tani.
Ajo orb of influence, ajo ndryshimi ose largësia mes diellit dhe uranit është shumë e madhe për të krijuar diçka shumë të shpejt. Mund të jem gabim, po ky është opinioni im, and if you don't like it, well, I don't give a shit. Por kjo të jep idenë që me këtë zgjedhje leadershipi is overthrown, pra është ndryshohet, është replaced, por jo me njëherë. Më shumë preket infrastruktura këtu dhe kemi probleme me sistemin e votimit. Mund t'japi literalisht probleme teknologjike, ca nga ato janë të parashikuara, se janë të iniciuara, le të themi, disa do jem just pure luck, just pure bad luck. Janë të dyja. Urani këtu nuk vjen për të ndryshuar fuqin, le të themi. Vjen për të thyer të gjitha këto tulla që janë vënë deri tani. Është për të shkatruar the establishment, por jo në mënyrë të menjëhershme. Ai Merkuri në Dem që folëm pak më parë, me të vërtetë është duke kundërshtuar hënën, por nga ana tjetër është duke krijuar një katror shumë të fortë me Plutonin retrograd. Largësia mes tyre është vetëm 2 gradë. Kjo është shumë e afërt, është shumë sharp, pra shumë e prerë dhe shumë e pisët. Sepse Merkuri është komunikim, janë zgjedhjet, është sistemi i mendimet, ndërsa Plutoni retrograd në ujor është struktura e fuqisë që rishikohet, që riekzaminohet, ripërsëritet dhe nxirret, le të themi, nga vendi ku është fshehur. Dhe katrori në mes është tension, është struggle, është breakdown, pra është pak e vështirë këtu. Këtu kemi daljet skandaleve, pra nxirjet skandaleve që kanë lidhje me informacionin e personave, me informacionin e shqiptarëve dhe sistemet e komunikimit ose survejimit. Këtu kemi të bëjmë me votat shqiptarëve të cilat janë bërë përpara kohe dhe janë bërë me emrat e tyre, ndërkohë që ata as nuk kanë votuar akoma. Pra, kemi një lloj ribërje. Le të themi, our country cares about us so much that they vote for us. Ai shumë na do. Le ta themi kështu. Këtu kemi mesazhe që dalin sheshit kur i thon nga një kandidat ose nga një parti në një komunikim privat dhe ekspozohet. Këtu kemi misinformimin, pra dezinformimin dhe propagandën që përdoren si armë kryesore dhe votuesit janë already të ndarë nga këto fluckat e besimeve të cilat e kanë lënë veten të glabërohen. Këtu kemi një lloj potenciali për një media ose platforme ku kanë kaluar mesazhet me njëri tjetrin, sidomos personat që janë pjesë e partive ose janë pjesë kandidatëve që mund të kolapsojë ose mund të manipulohet. Ky lloj aspekti garanton atë të vërtetën që bie si bombë. Është diçka e tipit që publiku ose populli nuk ishte i supozuar që ta dinte, se do të dilte. Dhe kjo fillon të ndryshon narrativën. Është një lloj, mendoj si një lloj lufte psikologjike nga ana e medias. Çfarë njerëzit duan dhe çfarë njerëzit kanë zgjedhur është ndryshe çfarë media do të portretizojë dhe është ndryshe çfarë, le të themi, ato votat ndihmuese, because they care about us so much, tregojnë. Një nga gjërat që kjo tregon është që leadershipi aktual, pra qeveria aktuale, është në momente të ndjeshme, është në momente të cënueshme, është vulnerable. So it's very vulnerable në skajt e ekspozimit, disruption dhe rebelimit edhe brenda saj. Unë fola më përpara se si do arrestoj kryebashkaku i Tiranës dhe shumë nga ju nuk e besuat. Shumë nga ju edhe e kanë shkaluat. Do I have to repeat and say I told you so? Apo e keni kuptuar? Se për shaka. Por e gjitha ajo që ndodhi atëherë nuk ka mbaruar. Unë kam thënë diku që në datën 4 mars ka filluar investigimi i dytë. Dhe
Nuk është investigim që e din mediat, nuk është investigim që e din njerëzit, por është investigim që është duke ndodhur. And there's nothing you can do about it. Edhe nëse disa personave ju është premtuar që do jenë të sigurt dhe nuk do preken dot. It's already happening. Megjithatë, e thënë të gjitha, duke thënë gjithë këta, më duhet të them që ka diçka që akoma nuk e anashkalojmë dot, sidomos në pjesën politike të Shqipërisë. Edhe është ajo triada e bukur midis Venusit, Marsit dhe Neptunit, që është, le të themi, vala e nënujore emocionale, është estetika e fuqisë, është this is very cover girl. Dhe le të themi fiksimi kolektiv me projekcionet e tyre. Është pak ajo pjesa ku ne e zgjedhim të decode, të zbërthejmë sepse njerëzit janë të tërhequr kundrejt kandidatëve specifik, ose se si karizma fiton mbi logjikën dhe se cila është dëshira, le të themi, e popullit që kërkon atë qartësinë mendore. Kjo triada e Venusit, Marsit e Neptunit janë përbërësit kryesor të krijojnë idealizmin, atë seduction, atë charmin dhe joshjen e një zhvillimi shpirtëror, e thënë thonjza shumë të mëdha. Venusi do jetë duke u harmonizuar me Marsin në një largësi shumë, në një marrëdhënie shumë të afërt. Është pasionante si gjë, është harmonike dhe nuk është e butë. Venusi është në dash, kështu që është impulsive, impulsive attraction, ka vlerësime shumë bold, pra e mban veten shumë lart, dhe është një lloj feminiteti i zjarrt, ndërsa Marsi në Luan nga ana tjetër është performues, është agresiv në sken dhe është gjithë krenari. Kjo është një nga, le të themi, çiftimet më toksike. It's great. Por është edhe arsyeja pse vazhdojmë të jemi në marrëdhënie toksike për vite me radhë. Këto dy planete janë duke luajtur bukur, le të themi, në shenjat e zjarrit, që do të thotë se populli është plot energji, është joshur dhe nuk lufton dot për atë që duhet të luftojë ose për atë që i pritet të luftojë dhe të bëjë zgjedhjen, por lufton për atë me cilën është fiksuar. Ka marrë pak atë sindromën e Stockholmit këtu. Nuk është i shkëputur. Është zgjedhje praktike për popullin. Sepse i pëlqen të dhunohet në këtë aspekt. Edhe pse dhunohet në mënyrë sistematike, edhe në mënyrë të ashpër, sepse Luani është i ashpër këtu. Popullit prapë i pëlqen sepse nuk di ndryshe. Kjo do të thotë që ditën e 11 majit populli do votojë me zemër dhe me instinkt, dhe jo me llogari, jo me logjik. Liderët të cilët do duken sikur janë të fortë, janë të papërmbajtshëm, e lëshojnë fjalën pa i dhëmbur as pak, ose nuk din të kërkojnë ndjes, ose ofendojnë pa e patur problem, do dominojnë narrativën. Mendoje pak si një lloj kulti. This is a cult. Dhe estetika është më e rëndësishme se sa politika. Shilloj energjia magnetike dhe njerëzit duan të ndjejnë diçka të vërtetë dhe të ndjejnë sikur e mëse s'kemi çfarë bëjmë ndryshe. Pra është një lloj, është pak absurde kur e mendon. Dhe ajo që ja jep shtysën më shumë është ajo lidhja e Venusit me Neptunin, edhe pse është 5 gradë diferencë, është me të vërtetë shumë aktive dhe është kritike sepse është në dash. Është joshje shpirtërore, është iluzion, është fantazi e cila vishet sikur është fati. Dhe Neptuni në dash is all about spiritualized action, pra për të ndërmarrë aksion në mënyrë shpirtërore. Është ëndra e një luftitari, dhe kur Venusi e prek këtë, bëhet personale. Kështu që prit që të vazhdojë të zgjerohet kulti. Këtu kemi një idealizim masiv dhe një demonizim të kandidatëve.
pra është all in or nothing, është nga 0 tek 100. Një figurë do shikohet si shpëtimtar, edhe pse faktet nuk janë të tilla. Kolektivi i popullit është duke projektuar dhimbjen e tij, le të themi, ose dëshirën që të dali dikush që t'i shpëtojë, ndërkohë që shpëtimin e kanë vetë tek vetja, por e kanë pak të vështirë ta prekin si gjë. Sepse janë akoma të dashuruar me dhunën, janë akoma të dashuruar me shtypjen. U pëlqen zgjidhja e shpejtë, të marrësh një zgjidhje ose të marrësh një përfitim që do të durosh për 4 vite dhe të duket sikur fitove vetëm se morë shpërblim për një ditë. Është pak i rrezikshëm ky aspekt, sepse i sfumon linjat mes vizionarit dhe deluzionalit. This is a whole bunch of delulu. Ajo çfarë ndjen populli, le të themi, dhe pse është e rëndësishme, është se njerëzit nuk janë duke kërkuar stabilitet, janë duke kërkuar meaning, janë duke kërkuar kuptimin, nuk duan kompetencë, duan një histori. Vota është më shumë si një identifikim emocional, nuk është me kë jam dakord, nuk janë dakord me votën që hedhin. Është thjesht fiksim, është ajo puna që fiksohesh me fiksimin e gjimnazit, dhe tjetri ka vazhduar, ka krijuar jetën e vet me grua me kalamaj dhe është i lumtur dhe nuk jeton as në vendin tënd. Megjithse ti vazhdon e mendon dhe thua, "Ua, sa më donte ai mua." Girl, where? He doesn't even know you fucking exist. Let it go. Është ai petku i delulus që kemi veshur të gjithë. What the hell are you doing? Anyways, not my point, not my place. This is all astrology. Megjithatë, kthehemi prap tek harta. Dhe pjesa tjetër që unë dua të shikoj është ky katrori midis Jupiterit dhe Saturnit. Është struktura duke u kundërshtuar dhe duke i sfiduar jetën, le të themi, rritjes që kërkojmë. Jupiteri në binjak do rritje, do variety, do opsione, ndërsa Saturni në dash do disiplinë, do shpejtësi, do rezultate. Megjithatë, Saturni nuk ka kaluar ende në dash, është në 28 gradë të peshqve dhe nuk e kupton akoma se çfarë qartësie i duhet. Ka veshur akoma ato syzet rose-colored glasses, kur e them ato syzet e trëndafilave, syzet e roz. Por ajo çfarë ndodh këtu është se pas zgjedhjeve premtimet nuk përmbushen. Ato vision campaign përplasen me mure logjistike dhe personi i cili fiton zgjedhjet automatikisht do t'i duhet të përplaset me bllokime, me gjykata, me institucione, me protesta. Le të themi, përplasja ideologjike është e garantuar. Sepse më shumë se gjysma e vendit nëse shikoj rezultatin si një lloj tradhtie dhe rritja ndihet e limituar. Erdhmja nuk hapet ashtu siç e menduan njerëzit. This is the fallout of overpromising. Pra ky është një mbi premtim që nuk ka as në dorën e kandidatëve, whoever they might be, right? Njerëzit menduan në një possibility, pra në një mundësi, dhe për disa të herë u vërtetohet që it wasn't even real, nuk ishte e vërtet. Nga ana tjetër, Jupiteri është duke krijuar një aspekt harmonik me Kironin dhe Kironi është plaga, Jupiteri është smadhues. Ky është i sakt si aspekt, është preciz dhe shumë i thellë. Sepse Kironi në dash është plaga e aksionit që nuk u ndërmor. Është dhimbja që të mundohesh të bësh diçka edhe të biesh. Ose është, le të themi, ndëshkimi for taking a stand.
Jupiteri me Kironin këtu thot që edhe nëse të dhëmb, të rrit, por jo çdo gjë që të dhëmb automatikisht të rrit, të bëhet me trauma, you need therapy. Ky aspekt sjell dështime teknologjike. Është sjell dështime që vijnë nga mësime shumë të rënda. Është pak si puna e Amerikës me zgjidhjet e saj, fuck around and find out. Është mësim i dhimbshëm dhe normalisht pas disa kohësh, 50 vitesh, mendoj. Kemi një 50 vite që themi 50 vite, sjell mençuri. Është një moment ouch në mënyrë ndërkombëtare. Është këto zgjedhje dhëmbin, por edhe i qartësojnë situatën në të cilët jemi. Është momenti kur fillon ajo rilindja e famshme shqiptare. Sepse nuk është zgjedhjet e 11 majit nuk janë një triumf, janë një lloj testimi. Dhe rezultati nuk do jetë satisfying për njerëzit. Do jetë i kënaqshëm për ata që kontrollojnë narrativën dhe mbushin xhepat. Megjithatë, edhe partia që fiton humb shumë, ndërsa partia që humb i gjen lëndën e parë djegëse. Dhe mënyra nuk është përfundimi i historisë, është ajo si ke futur thikën dhe çdo e kthen e rrotullon, që ta kuptosh mirë që ta lësh shenjën, sepse 50 vite komunizëm nuk na mjaftuan, na duhet edhe një shenjë tjetër. Because you know, we're cutesy like that. Ajo që bën rikonstrukturimin, le të themi, strukturor, është kjo lidhja e Saturnit me Neptunin në dash. Është një nga tranzitet më të rënda në astrologjinë moderne. Edhe është shumë afërt, është 2 gradë larg. Ky është kolapsimi i ëndrave të rreme. Është vdekja e ngadalt e fantazisë politike. Është konfrontimi me brutalitetin e realitetit. Sepse Saturni thot prove it, vërtetoje, ndërsa Neptuni thot, oh, por unë e besoj. Ndërsa Dashi thot, I don't give a shit about any of you. Dhe këtu përplasen gjërat. Ideologjitë deluzionale fillojnë të marrin strukturë. This can be very good, por edhe shumë e tmerrshme. Ky është momenti që kultet vazhdojnë të ngrihen si parti politike. Janë ëndrat e njerëzve në një mënyrë që krijojnë kultet dhe këto ideologjitë plot fantazi të tyre dhe më pas mbyten në to. Këtu kemi rritjen e figurave vizionare që besimi i tyre i tepruar në vetvete shkel dhe shtyp mbi linjat morale dhe ligjore. Megjithatë, kjo sjell rënjen institucionale, sidomos në drejtësi, sidomos në fe, sidomos në shëndetësi, por prek edhe rendin dhe ushtrinë. This is gonna be fun. E thënë kështu. Urani nga ana tjetër krijon një aspekt harmonizues me Plutonin, por shumë të jashtëm. Shumë i jashtëm dhe nuk është i aktivizuar ende. Kjo është një lloj reforme long term, pra afatgjat që fillon këtu. Sjell, le të themi, një lloj rikonfigurimi të gjatë të një zinxhiri që ka të bëjë me pronën, me ndërtimet, me paran, me infrastrukturën digjitale dhe fuqinë sociale. Mendoj kështu që pas zgjedhjeve bota nuk stabilizohet. Fillon transformohet dhe gërryhet akoma në mënyrë sistematike. Është një lloj ristrukturimi i thellë, jo nga politikanët, no. Kjo është nga njerëzit që fillojnë dhe nuk pyesin më. Kjo është një lloj rebelimi i pastër, por ky rebelim që unë flas do të shikohet vetëm pas datës 25 maj, jo gjatë zgjedhjeve. Neptuni krijon këtë aspektin pozitiv me Plutonin në 2 gradë,
Dhe është kjo është e rrallë, është suportuese, edhe është shumë psikike, thënë në këtë lloj mënyre. Sikur të gjithë kemi dalë nga fieri, we're all witches in here. Njerëzit do ta ndjejnë që diçka ka ndryshuar. Edhe nëse nuk dinë se çfarë ka ndryshuar eksaktësisht, nuk i vën dot emrin, they cannot fucking name it. Dhe sensitiviteti kolektiv është i rritur. Njerëzit të fillojnë me këto me këtë pjesë dhe teorive konspirative, me këto zërat profetik, me revolta krijuese ose empati e çuditshme kolektive që të bën pak të vësh atë pikpyetjen, ore ku ishe deri tani? How are you here now? Kemi një rritje të interesit masiv mbi shpirtëroren, mbi shërimin, mbi misticizmin, le të themi, ose okultin në një lloj mënyre, por është një lloj gërryerje e brendshme që vjen kur njerëzit kanë humbur gjithë çdo lloj shprese. E di që deri tani nuk tingëllon shumë pozitive gjitha kjo që them, po unë nuk shuhem për gjëra pozitive. Shuhem për realizëm. Dhe ja, as grim as it sounds, të paktën jeni të përgatitur. Në një lloj mënyre këto zgjedhje thyen iluzionin e kontrollit. Sepse rezultati do të njihet, por jo në mënyrë legale, në mënyrë ideologjike. Por fitoria nuk sjell paqe. Sjell akoma dhe më shumë rëndes, sjell akoma dhe më shumë zemërim, sjell një lloj radikalizmi, sjell një lloj anarkie që ka munguar. Humbet plotësisht besimi në procesin elektoral across the spectrum. Kjo është komplet e shuar. Jo vetëm sepse ishte e shitur, see what I mean, po sepse nuk reflekton më njerëzit, nuk janë më ata. Dhe within weeks do fillojnë tubime, do fillojnë pakënaqësit. Të dyja krahët, të dy krahët do they will claim moral victory, të dyja krahët do thonë që janë fituese. Por këtu fillon të vihet në epiqendër sistemi ligjor dhe lëvizjet që duhet bëj sistemi ligjor sipas urdhrave të jashtëm, edhe pse ka frikë për momentin. Megjithatë, në gjithë të gjuroldi, të gjitha këto aspekte sjellin a leak, një lloj ekspozimi, or even a whistleblower event, që do dali nga maj deri periudha e gushtit, fillimi i gushtit, do konfirmoj dyshimet publike dhe do t'i çojë institucionet në një narrativ emergjence, duke munduar që të mbajnë kontrollin. Këtu është momenti që fillon rënja e figurave politike, flas të larta. Këtu është momenti që fillojnë heqjet. Këtu është momenti që investigimet që kanë filluar që më përpara fillojnë të bëhen publike. Këtu është momenti që fillojnë dalin prova digjitale, që kjo nxjerr edhe shumë komente. Nga ana tjetër, ky është momenti që fillojnë edhe rriten ideologji të reja, por jo në mënyrë të paqt. Absolutisht jo. Ajo që do kemi parasysh është që ka probleme, ka ngatresa që ditës së zgjedhjes. Ka absolutisht, dhe një nga gjërat kryesore do jetë pikërisht ajo që përmenda. Njerëzit kanë votuar tjetër dhe rezultatet e votës së tyre janë ndryshuar, ose janë bërë gati për ta. Pa që nevoja që të votosh, thash, kemi një shtet shumë të dashur dhe shumë të përgatitur që nuk do që të lodhemi dhe ta bëjmë votën tonë gati, na e bën ai ne. Megjithatë, kjo do të thotë që kemi probleme digjitale, kemi probleme në numërime, kemi probleme në përgjime se kush do votoj për kë.
duke parë hartën e vendit për momentin dhe duke parë tranzitat të cilat po kalojmë, jemi në përgjim. Në mënyrë shumë të bukur. E di shumë këto gjëra tingëllojnë si konspirative. That's not what I'm doing here. This is purely astrology. Kështu që ai ndryshimi që mund të kërkojnë shumë shqiptarë nuk vjen me këto zgjedhje, vjen pas zgjedhjeve. Edhe unë do t'i qëndroj kësaj fjale, sepse është pak e vështirë me këto tranzita që të kemi tani, që të kërkojmë drejtësi. Çfarë do qoftë drejtësia, se cili e ka drejtësinë sipas their own paraphrasing. Por ndryshimi që të hapen gjërat ose të ketë një frym tjetër është post-zgjedhore, jo zgjedhore. Është një proces 3 deri 6 mujor që futemi në atë pjesën e kaosit. Për mendimin tim, ditën e zgjedhjeve do kemi interferenca shumë të mëdha në komunikime, do kemi konfuzion dhe dyshime të forta, do kemi glitche në sisteme digjitale, do kemi njoftime që vinë vonë, ose kutitë e votimit që kanë vështirësi gjatë kohës së votave. Njerëzit do votojnë, po besimi në proces thyhet. Votuesit do jenë të manipuluar nga i pari tek i fundit. Në një lloj mënyre ose tjetër, they will be watched. Ka një lloj ndjesie që on the day itself something's off, kur i thon. Mund mos jetë fraud, por perceptimi i ditës do të ndezi agravime. Nëse e them kështu, nëse fiton partia që është aktualisht në qendër, pra në krye, do jetë një mërzitje shokuese, sepse nuk flasim për kandidatin që njerëzit donin, dhe do ndihet si një lloj vjedhje dhe tradhtie nga vetë vendasit. Nëse partia që është në krye humbet, do jetë e paparashikueshme dhe eksplozive nga ana tjetër, sepse janë hedhur shumë lek. E them edhe këtë tjetrën. Either way, partia në krye e humb kontrollin. Edhe nëse marrin sërish zyrën, humbasin kontrollin në një mënyrë shumë të bukur, që do shpaloset në muajt në vijim. Megjithatë, what do I know? I'm just an astrologer. Përplasjet fillojnë që ditën, që atë natën e votimeve. Që atë natës ka probleme në disa vende, në zonat urbane. Megjithatë, është çdo gjë është e planifikuar në heshtje. Jemi popull shumë i sinqertë në përgjithësi. Kjo është ajo që të them. Mund të them që do ta mbyll duke thënë këtë. Harta e 11 maj të 2025-s tregon se njerëzit votojnë ndryshe nga herët e tjera. Le të themi nga zgjedhjet e fundit. Njerëzit janë të agravuar, ndihen të dhunuar dhe janë reactive, reagues. Kjo hartë tregon një lloj refuzimi të gjallë dhe instiktiv për çfarë është duke ndodhur dhe për qeverinë aktuale. Por ama rezultati do dali jo i zgjedhjes që bën njerëzit. Njerëzit votojnë për ndryshim. Dhe
dhe priten bes. Ajo pjesa shokuese e aty uranit dhe diellit, për mendimin tim, vjen me pjesën që njerëzit, kolektivi, përgatitet për të zgjedhur dikë të ri, përgatitet për të zgjedhur dikë ndryshe, përgatitet për një ndryshim. Megjithatë, ai aspekti i Mërkurit duke kundërshtuar Plutonin është shumë i fortë. Dhe ky aspekt e bllokon këtë pjesën shokuese. Tu kemi një dorë të fortë të hekurt, që shumë e zonja manipulim të informacionit, dhe këtu kemi momentin kur ndryshimi digital dhe teknik ndodh. Kjo tregon vjedhje, tregon kontroll dhe tregon kërcënim mbi komunikimin dhe procesin. Kjo tregon atë fituesen, surprizuesen e thonjza, sepse ka muaj që është bërë gati. Nuk është diçka që ndryshimin zgjedhor nuk e japin zgjedhjet, sepse nuk kanë vend zgjedhjet e këtij maji për të dhënë ndryshim zgjedhor. And a lot of people have made sure of it. Për mendimin tim, fituesi i zgjedhjeve nuk është fituesi që është zgjedhur nga njerëzit. Është fituesi që vendosi të ishte fituesi, sepse kështu është më e thjeshtë për të. Populli do ta di, por ndryshe nga herët e tjera, kësaj radhe populli it takes matters into their own hands. Me disa surpriza interesante nga periudha e korrikut, që bëhen disi shokuese dhe dare I say të dhunshme, por këtu ta shohim.